Është zhvilluar mesditën e sotme në gjykatën e Fierit seanca gjyqësore për shqyrtimin e kërkesës për liri me kusht të ish-deputetit të Partisë Demokratike Ervin Saliani, i dënuar me 1 vit burg për kallëzim të rrem në çështjen e njohur si Babale. Avokati mbrojtës i Salianit, Ledio Braho, deklaroi se vlerësimi i institucionit të ekzekutimit të vendimeve penale ka qenë pozitiv për klientin e tij, duke konfirmuar se ai ka përmbushur kriteret e sjelljes dhe kohës së vuajtjes së dënimit për të kërkuar lirinë me kusht. Në përputhje me procedurat ligjore, gjykata ka urdhëruar shërbimin e provës të dorëzojë raportin për brenda datës 8 korrik. Vendimi përfundimtar do të jepet pas analizimit të plotë të këtij raporti dhe të gjithë dokumentacionit të nevojshëm. Saliani ndodhej në vuajtje dënimi prej disa muajsh, pasi gjykata e lartë në muajin mars rrëzoi rekursin e tij dhe la në fuqi vendimin me burg për kallëzim të rrem. Ai ishte dënuar në kuadër të çështjes që lidhet me publikimin e një audiopërgjimi në vitin 2018, në të cilin implikoi vëllai ish ministrit të Brendshëm. Gjykata pritet të vendosë nëse ish-deputeti demokrat do të përfitojë nga liria me kusht apo do të vijojë të qëndrojë në burg deri në përfundim të plotë të afatit të dënimit.